Një 25 vjeçar ka rënë në prangat e specialistëve për hetimin e krimeve në komisariatin e Shkodrës. Ky shtetas rezulton të jetë konfliktuar me të vëllain 31 vjeçar, ku si pasojë e këtij konflikti ka mbetur i lënduar lehtë 31 vjeçari. Gjithashtu specialistët për hetimin e krimeve proceduan në gjendje të lirë një 45 vjeçar për punime ndërtimi pa leje, ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare proceduan një 27 vjeçare me shtetësi tajlandeze dhe një 32 vjeçar me shtetësi afgane për veprat penale të falsifikimit kompjuterik dhe mashtrimit kompjuterik, pasi këta dy shtetas dyshohet se kanë hapur disa llogari false në Google, duke futur të dhëna të rreme sikur ushtronin aktivitete universitare dhe trajnime për të huaj në Shqipëri, duke mashtruar shtetas të huaj me aplikime false, ku ata paguanin shumë të ndryshme për të përfituar viza shqiptare. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor proceduan një 34 vjeçar pasi duke drejtuar automjetin ka aksidentuar dhe është larguar nga vendi i aksidentit një të mitur 11 vjeçar i cili pasi mori mjekim në spital u largua për në banesë jashtë rreziku për jetën. Në Malësi të Madhe specialistët për hetimin e krimeve proceduan një 49 vjeçar banues në Dobër dhe një 65 vjeçar banues në Koplik pasi janë konfliktuar me njëri tjetrin për motive të dobta. Gjatë konfliktit dyshohet se 49 vjeçari është përplasur me grilin e portës së dyqanit ku ka mbetur i lënduar. Materialet për këtë rast i kaluan prokurorisë për veprimet mëtejshme.